Djali bën për spital baban duke e goditur me sendet e forta, në një debat të radhës që mund të kishte përfunduar edhe në krim të rënd në familje. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Hamil të Fierit, teksa sipas burimeve zyrtare 44 vjeçari është arrestuar. Është personi i skeduar me probleme të shëndetit mendor. I moshuri ndodhet në spital ku po merr trajtimin e nevojshëm. Hetimet po i ndjek prokuroria për të zbardhur dinamikën dhe vlerësuar procedurat se si të veprohet me 44 vjeçarin, nëse do mbahet në paraburgim apo do të dërgohet për mjekim në spitalin psikiatrik, thuhet në njoftimin e 24 orësh të policisë.